Përshëndetje nxënës. Mirë se erdhët në lëndën e kimisë për klasën e 9. Unë jam mësimdhënësja Hanife Ahmeti, pranë shkollës fillore Naim Frashëri, Tetov. Sot do të mësojmë për strukturën e atomit dhe tabelën e sistemit periodik. Qëllimet e kësaj njësie mësimore janë të përkufizohet numri i atomit, të përshkruhet lidhja midis strukturës së atomeve dhe vendit të elementit në tabelën e sistemit periodik. Lind pyetja, çka është sistemi periodik i elementeve? Pra, tabela ku janë të vendosura elementet quhet sistem periodik i elementeve. Atomi është grimc më e vogël që ndërton çdo substancë. Një substancë e thjeshtë përbëhet nga atome të të njëjtit lloji. Atomi pra është grimc përbërëse, meqense elektrizimi i elektronit dhe protonit janë të njëjtë, por me shenja të kundërta, si dhe numri i protoneve dhe elektroneve është i njëjtë në atom, rrjedh se atomi është grimc elektroneutrale. Për ta ditur strukturën e atomit, duhet të dihet radhitja e elektroneve në shtresa apo nivele energjetike rreth bërthamës. Atomet e çdo elementi në tabelë të sistemit periodik të elementeve kanë një proton dhe elektron me më shumë protone nga paraardhësi i tij. Elementet në sistemin periodik janë të radhitura sipas numrit atomik, për numrit rëndor, i cili është i njohur edhe si numër i protoneve. Numri atomik është i barabartë me numrin e protoneve në bërtham dhe numrin e elektroneve në mbështjellësin elektronik. Nga ajo që është mësuar se atomet janë neutrale. Për këtë shkak, çdo atom çdo herë ka numër të barabartë të protoneve dhe elektroneve. Numri atomik i çdo elementi shpesh është paraqitur në pjesën e sipërme në tabelën e sistemit periodik të elementeve. Ekziston edhe një variant tjetër në këtë tabelë, por shpeshherë hidrogjeni është vendosur në grupin e parë. Ja tabela e sistemit periodik se si duket. Shqyrtimi i figurave të atomeve të grupit të parë dhe grupit të 17 të tabelës së sistemit periodik. Pra si që shihni, kemi atomin e hidrogjenit dhe të litiumit që i takon grupit të parë, ndërsa atomin e fluorit dhe atomin e bromit që i takon grupit 17. Vërehet se numri i elektroneve në shtresën e fundit ose është numër i barabartë ose ndryshon për 10. Përveç kësaj, ekziston edhe lidhje midis numrit të periodës së elementit dhe strukturës së saj atomike. Periodat janë vargje horizontale ku janë të radhitura elektronet. Periodën e parë përmban 2 elemente, hidrogjen dhe helium. Perioda e dytë fillon me litiumin, kurse mbaron me neonin dhe përmban 8 elemente. Perioda e tretë fillon me natriumin, kurse mbaron me argonin dhe po ashtu përmban 8 elemente. Perioda e katërt fillon me kaliumin dhe mbaron me kriptonin dhe përmban 18 elemente. Perioda e pestë përmban 18 elemente. Perioda e gjashtë përmban 32 elemente dhe perioda e fundit e 7 përmban 28 deri në 32 elemente. Nëse marrim të vizatojmë një atom të grupit të dytë, nga perioda e dytë, e tretë dhe e katërt do duket këtë formë. Pra, beriliumi i takon periodës dytë, magnezi periodës tretë, ndërsa kalciumi i takon periodës katërt. Vërehet se duke filluar me periodën e re, fillon të mbushet shtresa elektronike e re. Numri i periodës është i barabartë me numrin e shtresave elektronike të mbushura pjesërisht ose plotësisht në atom. Miru pafshim, nxënës, shihemi në orët në vazhdim.